ka ardhur një pikë që nuk mban me ujë pilafi. Dhe ju dini shumë mirë se për çfarë pilafi e kam fjalën. Është ai pilafi që kemi gatuar gjithë së bashku, kush më pak, kush më shumë, që ka pika tani që s'ha më askush. Sepse juve ju shërbeni njerëzve, edhe ata që janë dënuar apo të paraburgosur janë njerëz, prej miqit dhe prej gjaku, kanë dhënë ata drejtat dhe liritë e tyre për atë sa ju jep ligji, dhe detyra juaj është të shërbeni. Është në misionin tim, si ministri i drejtësisë, që të merrem me shërbime. Dhe do merrem seriozisht me shërbime. E fillova punën time me njërin nga kolegët tuaj, që ta them të vërtetën, deshim ta bënim shembull. Dhe për fat keq, duhet ta them dhe këtë, ka ende shembuj të tjerë që mund të bëhen. Më vjen keq që e them. Ka ende shembuj të tjerë që mund të bëhen. Prandaj, ju lutem shumë, hiqni dorë nga mos shërbimi ose shërbimi jo i duhur. E kam një marrëdhënie fare të sinqertë. Dua që të shifem me secilin për jush në sy. Hiqni dorë nga ato lokalet e shërbimit, nga ato kontratat, nga ato historirat që fillojnë që nga çmimi i çmçakizit aty, edhe deri tek shqetësimet e sigurisë. Kisha sot një person i cili kishte një diplomë, kishte një profesion, nuk ka rëndësi se s'dua ta identifikoj tani, por e konsumova me drejtorin e përgjithshëm, i cili pengohej sipas atij, deri diku ndoshta ka të vërtetë, ka të drejtë, nga një person tjetër, i cili qenë ka dhe deputet, a kujtun çfarë është, nuk ka rëndësi fare, sepse deputeti pas ka prevalencë. Harrojeni. Profesionisti është prevalenca jonë. Kush di të punoj, është i mirëseardhur. Kush nuk di të punoj, mirupafshim, arrivederci, auf Wiedersehen, si ta doni.